rëndësishme është të kuptojmë një gjë. Pse na duhet neve aftësia e marketingut? Për të shitur më tepër, po apo jo, se kjo është qëllimi i biznesit, të shesim më tepër. Puna është të shesim më tepër me çmim më të lartë. Se po të jetë për të shitur më tepër, në ulin çmim të shesim. Puna është se a kemi mundësi të shesim më tepër me një çmim më të lartë? Duke konkuruar pa bazuar thjesht tek çmimi, por tek vlera dhe te perceptimi që kemi çuar në mendjen e konsumatorit. A nëse je i zoti zotëri, kjo tregon në mjeshtërinë tënde. Tregon se ti kujdesesh për investimet e tua, kujdesesh për biznesin tënd. Por në të njëjtin kohë duhet që kjo mendësi, siç e përmenda, duhet të shkojë në mendjen, në zemrën e çdo personi që është brenda në organizat. Marketing do të mësoj çdo person, je apo si e brenda në organizat. Mënyrë se si ti do të ndikosh 3 gjëra. Të kujtohet çfarë thamë që do të ndikosh 3 gjëra. Ju kujtohet? E para është çfarë ke bërë ti për njerëz të tjerë, ke shërbyer, ke ndihmuar, ke bërë diçka të veçantë, ata të ndjekin. E dyta, ju kujtohet besimi, e treta, të kujtohet identiteti. Kush je ti zotëri? Si identifikojnë ty njerëz të tjerë? Po identitetin të krijon nëse ti marketingun. Dhe nëse ne dalim nga kjo salla, vetëm me një fjalë, që marketingu është punë e çdo njeriu. Është kudo, në çdo moment. Marketingu është një aftësi të cilën ne nuk do të diskutojmë si puna e komunikimit. Këtë aftësi mos ja le njerëzve të tjerë. Dhe jo vetëm kaj mos ja le njerëzve të tjerë, por ngulitën në mendjen e çdo person brenda organizatë që duhet ta mësojnë mirë këtë aftësi. Okej? Është punë e të gjithëve, është kudo, në çdo gjë. Do të thotë dikush po mirë, por po shitja. Shiko, ka kompani të cilën nuk e ndajnë shitjen nga marketingu. Okej? Ka kompani që thonë shitja dhe marketingu janë një. Janë si 2 krah fluturuese të cilat pa njërin nuk bën tjetra. Ajo që është shumë e rëndësishme është që neve duhet të kuptojmë që marketingu nuk është thjesht reklam, promocion. Në disa herë neve futemi në dilemë, do harxojmë apo s'do harxojmë? Jo, do harxojmë kaq le kam unë, kaq para kam unë. Nëse kaq para ke ti, kaq do marrësh. Nëse vizioni jot është që jesh numër 1, do të harxosh aq sa duhet. Përndryshe, nuk e për të marrë dhe nuk e për të ndërtuar brand. Po ju them një shembull që ta keni parasysh. Kur filluam Elbarin, disa na thoshin të çmendur. Jeni të çmendur, edhe mua dhe Kostës na thoshin jeni të çmendur juve. Por erdhi partneri Hanikeni tha, e di si është puna? Ne do ju ndihmojmë. Ne do ju them, do të sjellim recetën. Ne do ju themi me fjalë se si bëhet bira e mirë. Juve bëni punën tjetër. Me besimin e plotë tek partneri, e di çfarë bëm neve? 3 vite të para, po humbisim lek. Zotri, si do futesh në mendjen e konsumatorit ti? Nëse ti nuk shpenzon aq sa duhet që në momentin e parë. Po vjen një moment caktuar që ti ke investuar, do t'i marrësh prapë lekët mbrapa. 3 vite të para ke harxuar dhe ke investuar për brandin që të futet në mendjen e konsumatorit se ti je i veçantë dhe është i veçantë, sepse kishim garantuar, kishim bërë gabimet me buretën që ju i përmendën që para. Por në momentin që bëm një partneritet me një kompani solide, me një kompani që e dinë punën e vet, neve dimë ne të bëjmë birr, po ata e dinë, kanë 150 vjet që bëjnë birr dhe kuptojnë dhe dinë me fjalë. Ne tha zotëri do ju garantojmë cilësinë. Juve bëni fabrikën më të mirë dhe bëm fabrikën më të mirë 20 milion euro që bëm të mundur që në 100% me fjalë të garantojmë edhe sasinë dhe edhe cilësinë, edhe pastaj ishte puna jonë duhet të investonim te brandi, me që është brandi lokal, brandi shqiptar, brandi jon. Kur vjen një moment kur ti lançon, do paguash aq sa duhet paguar. Nëse do të bësh numër 1, për shembull neve kishim marrë vendim që të jemi numër 1 në treg dhe arritëm. Për 3 vjet të jemi brand numër 1 në kategorinë e birave. Dhe arritëm. E thoshin tjerë, çmenduri, çfarë është kjo? Çfarë do bëni juve? Ja birë ka sa duash. 150 marka vinë nga jashtë, ka bira shqiptare sa duash. Po jo, ne jemi birë shqiptare, por me një ndryshim shumë të madh. Me një teknologji të Hanikenit. Në moment që ti garanton cilësinë edhe sasinë, ti mund të bësh me gulli pastaj dhe bën pjesën tjetër. Pra, është ai kombinimi perfekt ndërmjet investimit tek cilësia dhe investimi pastaj për ndërtuar brandin. Po do kujdes, se në momentet caktuar nuk mund të bëjmë overspend, tha Alma, smart spend, në fjalë nuk do të shpenzojmë si budallëin, po do të investojmë në mënyrë të mençur. Brandet vinë, për ditë vinë, dhe vinë me gjithë municionin e tyre, me gjithë mbështetjen.
Jo vetëm me pare, por edhe me teknika dhe mënyrat më të sofistikuara që njeh sot marketingu. Për të marrë konsumator këtu në Shqipëri, po ti çfarë je duke bërë? Çfarë je duke bërë? E ke ndërtuar brandin tënd kaq të fortë sa nuk e lëviz topi apo jo? Edhe bën mirëmbajtjen e brandit që në mënyrë të vazhdueshme, që ai të ketë shitën në mënyrë të vazhdueshme dhe të ketë kujdesin në mënyrë të vazhdueshme në mendjen e konsumatorit. Çfarë bën ti për atë zotrin që të mban ty në biznes, që është konsumatori? Çfarë kujdesi e bën ti për atë që t'ia çosh produktin atje ku duhet, në momentin e duhur, në kohën e duhur, me cilësinë e duhur, me çimin e duhur? A e ke bërë marrëdhënie të fortë me klientin, sepse konsumatori do shkojë te klienti? A e ke lidhur marrëveshjen mirë me ata njerëz që shesin online, me Facebookun, me Instagramin apo me Amazonin? Nëse nuk e ke lidhur, s'ke kujdes për biznesin tënd, zotri. Pra është do kujdes, gjitha elementet që duhen kujdes. Nëse dikush më thua Vasil tani çfarë po thua tani, të ndërtoj unë një marketing të klasë bërtor me fjalë një departament, po do është shpenzime të mëdha, unë 5 veta jam. S'po them bëheni, në fillim bëheni vetë. Në fillim kërkoni kush janë kompanitë të cilat janë të specializuar për marketing. Thritja ata brenda. I thuaj, më ndihmoni. Si mund ta bëj këtë? Të kushton me lirë. Se sa të fillosh ti të mendosh që shiko tani unë do sjell një marketing sepse një marketer më kushton shtrenjtë, një brand manager më kushton shtrenjtë dhe pastaj më vjen. Po një person s'ka çfarë bën fare. Nëse ti brenda nuk e ke suportuar mendësinë që çdo njeri duhet di marketing brenda në organizat.